Në më pak se një muaj nga finalja, ngjarjet në shtëpinë më të famshme në Shqipëri po marrin kthesa të reja. Shumica prej tyre ndërlidhen me emrin e një prej protagonistëve kryesor, Gjestit. Zëre më shumë po përmendet një skenar i tij që do ta djeg lojën. Gjesti, sipas opinionistës Tea Dupi, që me të hyrë i dha lojës një tjetër dinamik. Kam pas dyshimet e mia, por ka pas situata në fillim të Gjestit që nuk më pëlqenin dhe vlerësoja energjinë që solli, edhe pse ai energjinë e ka për shkak të moshës, por gjithë atë zgjimin e menjëhershëm që shtëpis do t'i vinte, ishte vetëm fillimi, por solli si më shpejt. Le të themi që i hutoi, ishte një lojtar që nga erdhi ky, po ky qa erdhi. Fakti që nuk e besonin, faktin që prisnin që do dilte për një javë. Të gjitha këto dhe vazhdimin e tij aty sollën një dinamik tjetër. I dha një dorë. Raportet e çifteve kanë qenë ato që për fat të mirë nuk kanë ndryshuar akoma edhe sot në mënyrën se si unë jam qasur. Komentet më të shpeshta edhe le të themi dhe negative kanë qenë në raport me raportin e Gjesti, të cilën unë e kam parë herë si lojë, herë si fiksim, herë si qëllim në vetvete për të vajtur deri në finale. Dhe në këtë pikë që jemi sot, nuk mendoj që e kam pas gabim. Kam pas situatat kur vajza ka qenë e rënduar, sigurisht që bëja me faj Gjestin që nuk merrte vendimin për t'i thënë largohu, mos hajde, por tashme e kanë shpjeguar vetë në të gjitha videot që kanë ndodhur ditët e fundit, që kanë qenë të dy që kanë dashur të rrinë, Egli më e përfshirë, ndërsa ai pa dashur të kishte një përfshirje më të thellë, por pa e mohuar në asnjë moment që i ka pëlqyer. Thënë këtë, është në video, thënë këtë, njerëzit kanë qenë, komentuesit ndonjëherë janë fansa të zjarrt dhe nuk e shikojnë formatin si një alternative para për t'u kënaqur, e dyta për të parë dhe fenomenet shoqërore që ne na rrethojnë. Se duam s'duam ne, çdo format televiziv e përcjell një mesazh pozitiv ose negativ. Rifutja e Eglit në shtëpi po vazhdon të shoqërohet me informacione nga jashtë, një pjesë prej të cilave të rreme. Ajo po luan edhe në këtë pikë. Pra, jep informacione jo gjithmonë të sakta, por është loja e saj. Në fundit është rikthyer të lozit dhe me banorët, edhe duke i dhënë informacione gabim, sigurisht shikon tek ata që do të reagojnë ndryshe, mendoj që ajo po luan fort. Gjendja e rënduar psikologjike që u përfol në 9 ditët pas daljes nga shtëpia duket të qenë një gënjeshtër e bardhë. E vërteta është që i fut në vorbull për t'i nxjerrë nga vetja. Dhe duhet kuptojmë që jemi afër fundit, edhe nervat e tyre së mbajnë më, edhe logjika nuk punon më aq shumë, sepse për mua një alternativë do ishte që ata të injoronin totalisht informacionet nga jashtë, krahasuar me lojën e Luizit për shembull. Më ka pëlqyer kur është rikthyer Kiara me Efi, më shkujtuar një nga këto ditë, dhe ai në prime tha, ose ne do vazhdojmë ku ishim, ose ju bëni Big Brotherin tuaj me persona, ai nuk pranoi informacione as ka Kiara. Sepse ishte i mençur, e kuptonte që vetëm se i ngatron mendimet e tij dhe i prish strategjinë e lojës. Sepse shpeshherë në një shtëpi ku ti tashmë ke bërë kaq ditë pa informacion, duke luajtur lojën tënde dhe duke pa që po vini drejt fundit, pra po kapni dhe finale, sepse ato sinjalet i marrin nëpërmjet opinionistëve, i marrin nëpërmjet mesazheve, i marrin nëpërmjet dronave, po çdo gjë tjetër ardh nga jashtë, vetëm se i ngatron. Dhe mendoj që nuk duhet të jenë kurioz të dinë çfarë ndodh jashtë. Luizi tha, ose bëni Big Brotherin me këta që keni fut, ose nxjerrini pra. Dhe fitoi pikë. Kështu që mendoj që Egli është lojtare. Egli është lojtare, ka hyrë aty për veten e vet.
fakti që e ka thënë, unë do dal ajo egli që hyra me qëllime të qarta, los fort si çdo lojtar aty. Pastaj strategjinë zgjedh ajo. Sigurisht që ajo ka armët se vjen nga jashtë, sigurisht që në qoftë se të gjithë menduan që është rënd, është keq, do marri veten, me bisedat që po bën aty tregon që s'ka bërë asgjë tjetër, 9 ditë vetëm kam parë çdo gjë për ta përdorur dhe për të hyrë brenda për të thënë që unë do shkoj në finale duke i sulmuar gjithë ata që më kanë sulmuar. A është strategji e drejtë? Duhet parë. Nuk di. Unë nuk e mendoj që Egli e ka finalen, por gjithçka ndodh. Sipas Dupit, përkundër sjelljes komplet ndryshe, Egli nuk ka hequr dorë nga gjesti. Ajo në mendimin e vet thotë që unë jam një vajzë e mirë, të desha, të dash gjithçka, të besova ndjesive, syve, gjërave që ti më ke ftuar, kam kuptuar se ti do t'i jesh me mua, ndoshta nuk do ta zhvillosh këtu, por jashtë kam qenë e bindur që ne do kishim diçka. Pra ajo ka besuar në një ndjenjë të gjestit edhe në dashuri, dhe kur ka dalë jashtë ka parë që gjërat nuk janë ashtu. Dhe ka parë sigurisht që meqense Xheneta është sjellë keq te Big Brother Kosova dhe ky e donte, ajo mendon që ky e ka dashur për shkak se ajo është sjellë keq. Të gjithë ne e dim që dashuria është një gjë, unë mendoj që Gjesti e ka dashur Xhenetën dhe sigurisht për sa kohë ti e don një njeri, do kohë të pranosh që ky personi që po sillet keq nuk e meriton dashurinë tënde. Kur Gjesti ka dalë dhe ka thënë që unë nuk do jem më me atë vajzë, po kry çdo sen, unë e kam besuar këtë. Dhe unë nuk kam besuar në një rikthim të Gjestit me Xhenetën. Sepse secili, sado që ta doj personin përballë, është më i qetë për të menduar për atë marrëdhënie, për të menduar sa e ka lënduar. Ndaj them që ai nuk mund të refuzonte një partnere si Egli, për shkak se Egli e donte, i ofroi gjithë dashurinë e vet, gjithë mbrojtjen e vet. Madje Egli bëri lojën e Gjestit. Dhe ndihesh e mirë dhe është gjëja për cilën ti ke nevojë në një ndarje të rrëmujshme, problematike, si ai kishte me Xhenetën. Rihyrja e Xhenetës tregoi pikërisht këtë gjë. Njerëzit thonë që ai u trondit, ai e do, të duash është një gjë. Dhe të jesh me një person që të lëndon është një gjë tjetër. Askush nuk e mohon ndjenjën. Ama ai nuk do t'i rikthehet asaj gjëje të cilën e bënte të vuante. Dhe mendoj që në shprehjen e ndjesive të veta, ai djali është real. Unë nuk e di sa i vërtet duhet të jetë njëri më për t'i ndarë të gjitha ndjesitë e veta në kapitull. Dhe është e vështirë me njerëzit. Hall ti jesh i vërtet, e hall mos ti jesh. Njerëzit shpesh janë të prirur të besojnë gënjeshtrën e bukur. Kështu që ndaj unë shoh vërtetësi në sjelljen e tij. Ai nuk ka frikë të thotë të dua, nuk është njeri që ka komplekse dhe ta thotë atë gjë, por dhe ndjenjën që ka për njeri e ndan deri në çfarë limiti e ka. Kështu që Egli pa çfarë ai ka thënë dhe futet dhe mendon që duke refuzuar, ai do t'i vi mrapa dhe kështu do t'jenë të lumtur për gjithmonë, sa ajo do t'i thotë, po, se e do, por unë të bërë aty të biesh mbrapa. Në momentin që ti ke llogari me një person, të cilin pretendon që e don, nuk është më dashuri. Dashuria, këtë ka të bukur. Është një gjë që ndodh, ti e do tjetrin pa arsye. Ti ke bërë 10 pika ku do të jesh me një person, dhe ti bie në dashuri me atë personin ti paret e cilit nuk ja pëlqen fare. Po ti e do me atë ke rënë dhe pikë. Pra ti nuk mund të bësh llogari që unë jam e vështirë. Unë se di që femrat që kanë thënë do bëj si e vështirë, do iki si e vështirë, se ky do më vi nga mbrapa dhe unë do ta rregulloj dhe pastaj do jem e lumtur, e kanë realizuar në jetën reale dhe kanë qenë të lumtur. Femrat nuk kanë dashur. Nëse janë dukur të vështira ose kanë thënë jo, thjesht në atë moment nuk e kanë dashur atë person. Dhe ju ka ardhur me kalimin e kohës, jo pse ai njeriu është lodhur ka ardhur mbrapa, ai ka treguar me vepra që e ka dashur.
Dhe ti bindesh kur një njeri të tregon që të do, ti thua okay, po jap një shans edhe po e shoh. Dhe në rastin më të mirë, ai del ai djali që ti do, edhe pse jo ti ke një raport. Gjëra të bëra me llogari janë imitime të këqija. Xheneta nuk e bënte se donte të ishte interesante, ashtu e mendonte, ashtu e bënte. Ata prandaj nuk mund të shkonin të dy bashkë, ishin të dy ekspresiv, të dy rrëmujaxhi, të dy që ashtu e donin njëri tjetrin, putheshin dhe ashtu ndaheshin me zhurmë. Kështu që nuk mendoj që do funksionoj kjo gjëra kështu me llogari. Unë mendoj, po. Kopje e Xhenetës apo jo? Jo, nuk është kopje Xheneta. Kërkon ta imitoj në rihyrje. Janë histori krejt të ndryshme. Xhenetën e ka dalë Xhesti. Po, dhe Xheneta ka pas një gjë, nuk i ka besuar. Sepse për hir të vërtetës, Xhesti është aq shumë lojtar, sa loja, dashuria për lojën dhe për atë gjë që po bën aty e te kalon dhe ndjenjën. Dhe ajo goca është ndjerë e pasigurt. Kaq. Jozi u rifut jashpër ndaj Loredanës dhe rrugës u zbut, duke ju kthyer dashurisë. A është ky skenari në mendjen e Eglit? Unë për Jozin kam thënë dhe herën e parë që ishte gjithë ajo gjë e madhe me Xhestin, edhe ja erdhën prapë në fjalët e mia. Që ata bëhen bashkë, këndojnë dhe njerëzit jashtë gati u therrën, Kosova, Shqipëria, kjo do ta vrasim, do ta bëjmë. Edhe ja ku janë, të dy bashkë. Pse? Se Jozit i ka fol gjithmonë goja para mendjes. Jozi është një tip që e do Loredanën, janë një çift i lezetshëm, unë nga fillimi kam thënë i besoj. Nuk e di sa do të shkojnë bashkë se janë dy tipa të ndryshëm. Jozi është i vështirë, ka një mentalitet pak të prapambetur, e kam parë her pas here edhe në diskutimet që bën me Loredana. Është një vajzë rritur në Itali. Ka tjetër qasje për jetën. Egli është ndryshe. Egli ishte një gocë e dashuruar nga fillimi me Xhestin. Tashmë e inatosur për gjithçka ka parë jashtë, jo se nuk i ka parë brenda. Nuk ka dashur ti dëgjoj. Ka qenë mur. Kanë fol të gjithë, kanë fol banorët, kanë fol opinionistët, kanë fol mesazhet hera herës, nuk ka dashur, ka pas atë gjën e vet, unë e dua edhe pik. Dhe këta të tjerët janë, mund ta ketë menduar që të gjithë këta kanë inat për dashurinë tonë, ne duhemi dhe pik. Është dhe çështje këndvështrimi. Mund ti ketë marrë sinjalet e atij që ky më do, po thjesht nuk po e jep veten këtu brenda, se ka të rëndësishme lojën. Jashtë e ka parë më qetë. Ka parë dhe komente, ka parë dhe videot e tjera, ka parë dhe çfarë ka thënë Xhesti, dhe sigurisht ajo është ndjerë e përdorur. Ka thënë, ky s'm pas ka dash, unë i ka marrë sinjalet e rreme, do hy brenda dhe ja tregoj unë këtij tani. Po prandaj thash, kur ke ndjenjën, nuk bën dot llogari. Ti mund të mbash inat, mund të thuash çfarë të duash, mund të nxjerrësh gjithë mllëfin tënd, është ndjenja që të tradhton. Dhe unë them, a duhet njeriu kur ka ndjenjë të vërë në provë veten? Unë them jo. Po përflitet që Xhesti mund ta djeg lojën duke i propozuar Eglit e duke bërë dasmë me të. Diçka ngacmoi dje në shaka, që duhet thënë se është gjysma e së vërtetës. Mos u habisni kur ky plan të ndodh për një mend. Xhesti është lojtar, edhe i pëlqen show. I pëlqen aq shumë sa ftoi Eglin përdar për t'i vjedhë vëmendjen suitës së Loredanës dhe Jozit. Se donte ai të ishte në suitë. Ai tha, mund t'isha unë me Eglin, po Egli hynte fellit. Pra ai e krahason, do ai ta bëj skupi, do ai ta bëj show, po pa dhe në dasmën e tyre. Ishte ai pari që derdhi shampanjë, ai që shkonte para mbrapa. Duhet ishim ne, pse nuk u zgjodhëm ne. Kështu që unë mendoj që për show ai është gati të bëjë gjithçka, se ta thash, ai është një djalë që i ka idetë të qarta për veten e vet. Do lojën, do të jetë fitut. Loredana dhe Jozi, sa janë të dashuruar dhe janë deklaruar çift, nuk janë lojtarë. Duhet ta kishin thyer kutinë e Unazës. Duhet ta kishin thyer. Dhe Jozi duhet i kërkonte aty dorën. Dhe do t'ja kishte djeg filmin. Egli, nëse do t'ja kërkoj dorën ai dhe do t'i thotë që unë të dua, në të mirë dhe në të keq, dhe dua të vazhdoj me ty, Egli do t'i besoj.
do t'i pranoj dhe do t'i besoj, se ajo e do. Nuk e ka mohu asnjëherë. Në bisedat me Gjestin, Egli po lë të nënkuptohet se ai po vepron sipas direktivave nga Najdi, me të cilin ka pasur kontakt në 20 orshin nga eliminimin nga Big Brother VIP Kosova tek shkuarin në Big Brother VIP Albania. E vërteta? Por nëse do t'ishte kështu, pse nuk e bëri këtë analizë para se të rihynte, para se të dilte? Ti ulesh, bën një analizë edhe thu, e di pse po e bën ti këtë sjellje, sepse Egli shkoi në atë gjendje nga refuzimi. Atëherë, unë ulem dhe them, e di pse e bën ti këtë punë? Se unë po bëj një analizë, ti erdhi nga Big Brother Kosova, të shoqëroj Anajdi, Anajdi të mësoj ty të më kapësh mua dhe të vi deri dhe ti e përfitues. Nëse bëre ti këtë analizë, ti prandaj e lojtare. Dhe mua më lindë drejta të them që dikush i ka thënë jashtë, thuaje këtë se me do bësh vuj, do thysh rjetin, janë gjëra kot, janë gjëra për mua as duheshin thënë fare. Se kjo nuk tregon asgjë. Gjithçka që ka ardhur mbas rihyrjes, Egli shumë mirë që ka informacion, po do duhet ta përdorte për mua informacionin krejt ndryshe. Loja që po bën tani, mua nuk më pëlqen. Mua nuk të kesh një bagazh të plot informativ, të kesh kaq shumë informacion për secilin. Dhe të luash ashtu, duke thënë pastaj që s'më bëhet vonë as për opinionistët, as për njerëzit, as për këtë, as për atë. Më fal, po këje aty. Për këje aty. Si me familjen e rregullon, gjithsesi jashtë. Familja jote s'e hedh poshtë për asnjë lloj gjëje. Çfarë do që të bëjnë fëmia jot, pasi priku me hedh poshtë. Kështu që ti me familjen e rregulluar je. Ti hyre për publikun. Hyre për të lojë, se çfarë bëra unë, idealisht i famshëm. Unë dola kot se unë mund të shkoj deri në finale. Këto gjëra pranohen me burrëri. Dhe ti hy dhe bëje lojën ku e le. Informacionin mbaje atë vesh dhe përdore në momentin e duhur. Ka nevojë të shkosh me gisht, se ti ke thënë se ti ke bërë, se ti e kështu ti jash. Nuk është të ndihmo për mua, përveç se të nxjerr më keq. Është çështje strategjish individuale, varet si percepton secili. Mua nuk më duket se po e lun bukur bagazhin e madh të informacionit që ka. Kush është rikthyer, ka dalë të më keq. Dihet, sepse do kurajo pra ta mbash informacionin dhe ta shesër sikur e gjete dhe jo ta tha. Për fund, zonja Dupi që shquhet për saktësitë e mëdha në analiza, je prognozën jo për finalistët, por për dyshën e fundit. Unë e kam parë edhe Gertën lojtare shumë të fortë. Po hera herës kam menduar që duhet kishte gjërat vetat. Është ose shpesh herë dhe në gjërat që janë thënë, nuk e ka mat veten për ta mbajt pak duke qenë që është dhe nën me fëmijë. Këta që janë të rinj, edhe pa fëmijë, mendojnë ndryshe, sillen ndryshe. Një nën që ka fëmijë ka gjithmonë atë stepjen për të lënë një dritare hapur. Flas në tema shumë delikate, edhe kur i drejtohesh një vajze, edhe kur i drejtohesh një djali, edhe kur i drejtohesh një kolege. Rozana është e mençur, i ka kap situatat, ka lujt fort. Do doja shumë ta shikoja, e kam pa shumë pak në anën e saj të humorit. Ka një humor që ti mund të rish një orë me të edhe vdes së qeshuri. E tregon një gjë 30 herë, po e tregon shumë bukur. Ka batutë, është e lindur. Rozanën e shoh në finale. Në dyshën e fundit unë shoh Rozanën edhe Gjestin.